Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues të Radios Fati, po fillojmë emisionin tonë Biseda Ramazanit në këtë muaj të begatë të Ramazanit, siç e kena bërë traditë. Në frekuencat e Radios Fati me bisedat e Ramazanit, me bashkëbisedimet me të ftuar të ndryshëm në këtë muaj të begatë, ku flasim me tema të ndryshme që ne këtë muaj të begatë të Ramazanit e përdorim edhe si ripertrirje për njohuritë tona, për diturit tona, dhe ja falenderojmë për pjesëmarrjen në këtë emision në këtë vit. Kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame në Maltezi, Isa Efendi Aloshin, për pjesëmarrjen, për pranimin e ftesë dhe për këshillat e cilat do i ndaj këtë vit me ju të dashur dëgjues të Radios Fati. Mirëserdhje. Mirë gjetëm, faleminderit për ftesën. Dëshiroj që këtë muaj të begatë të Ramazanit ta kaloni sa më mirë dhe nga ky muaj të dalim me rezultate të pastërta dhe me përfitime për Allahut Azza wa Jall. Me qenë se muaj Ramazanit e thame që është si edhe si përtrirje për njohuritë tona, por do të dëshirojmë që të repertrim edhe të marrim si në fillim konceptin e agjerimit, teravit, namazin, muajin e begatë të Ramazanit dhe pastaj duke vazhduar me pyetjet e tjera të cilat do t'i bëjmë në vazhdim, por në radhën e parë me qenë se jemi në muajin e agjerimit, jemi dhe agjerueshëm të fillojmë me agjerimin. Nëse nisna nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, momentin kur Meleku Xhibril zbret në formën e njeriu para Muhamedit alayhis salam dhe ndër të tjera i paraqitet me pyetje pejgamberit islam, ma huwa al-islam ya Rasulullah. Muhamedi alayhis salam i thot se pyetsi më mirë se sa ai që është i pyetur. Por me që Meleku Xhibril këm gul pejgamberi islami i përgjigjet بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وشهر رمضان وحج البيت. Këto janë 5 themele, domethënë besa që i kitzon besë Zotit, shahadeti, pastaj namazi, zakati, agjerimi Ramazanit dhe haxhi për ata që kanë mundësi. Në këtë rast përmendja e agjerimit të muajit Ramazanit nënkupton një të pestën e islamit. Pra, përderisa pejgamberi islamu përgjigj se feja islame është e qëndrueshme në 5 shtylla, një prej atyre 5 shtyllave përmend edhe agjerimin. Pra Allahu Azza wa Jall si krijuesi i njeriut, duke kënë vetë krijues i kësaj qenie të vlefshme, i përgatitur kushtet shpirtërore të cilat ata e bëjnë më të vlefshëm njeriu para Allahut Azza wa Jall. Domthonë edhe për këtë botë, por edhe përgatitje për botën tjetër. Nëse merret vetëm çështja e agjerimit, domthonë një prej 5 shtyllat e Islamit është një trajnim nga Allahu Azza wa Jall për përgatitjen trupore dhe shpirtërore, duke i vënë disa kufizime, disa orientime të cilit njeriu i lejohet vetëm të nënshtrohet, e jo të ndryshojnë disa në atë që ka vënë Allahu Azza wa Jall, me një disiplinë të përpikt, bën që njeriu mas Ramazanit të dalë më i pastër, më i mirë, më i përgatitur, se për ndryshe nëse nuk është i përpikt në atë që i ka vënë rregulla Allahu Azza wa Jall, ai përveç urisë edhe etjes nuk përfiton asgjë. Këtë vërteton një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot Muhamedi islam se në ditën e mahsherit do ketë për atyre të cilët për çështjen e agjerimit nuk do kenë asgjë përveç etjes dhe urisë. Pra, sikur po na thot Allahu Azza wa Jall se me ardhjen e muajit Ramazanit si obligim për besimtarët, mund që na bën obligim në suratul Baqara, Allahu Azza wa Jall kërkon njetën e fort, ku në bazë të njetit që vendosim na për ma agjeru, atëherën i vëmë kufizime vehtës, ku në përfundim të agjerimit të asaj dite, ne presim shpërblim të Allahu Azza wa Jall. Dhe duke i bashku ato ditë të muajit Ramazan, ne kemi një bashkim ditëve, një muaj të plot,
më të mira që me dalë më të mirë në ditën e Bajramit. Pra kjo matematik të cilën Allahu Azza wa Jall ja paraqet trupit vet, duke e kompletu me një muaj të plot. Kështu thot në suratul Baqara, u kam pa shehrën një muaj të plot, njeriu duhet me pa ndryshime në veten e tij. Edhe nga ona trupore, edhe nga ona shpirtërore. Kur e përmenda njëtin, njëti ka shumë rëndësi, i dysa punës. Sepse në momentin kur çon në sifër për cilin e porosit pejgamberi Islam, çon në sifër sepse në sifër ka bereqet. Prit në iftarin gati, se në iftar ka bereqet dhe lutjet e pranuara të Allahut Azza wa Jall. Këta janë dy ato vjet e kuqe, domthonë syfyri dhe iftari. Dhe mes kësaj kohe, domthonë prej syfyrit deri në iftar, njeriu duhet i parashtrohet në mënyrë të përpik rregullave të cilat i ka vënë Allahu Azza wa Jall. Dhe në momentin që ne e bëmi niyet në syfyr, se do të vendosim me agjëru ditën e sotme, ne i vëm kufizime. Edhe anëse të ushqyerit, domthonë me thonë vetes si nuk ka ushqim deri në iftar, e përgatit vetin nga ana psikologjike para se me filluar çështje. Por njëjtën kohë i jep urdhën edhe synit, nuk ka me pa keq, edhe veshit, nuk ka me ndëgju keq, edhe dorës, nuk ka me prej keq, edhe kamës, nuk ka me shkel në vendin që s'duhet. Dhe në këtë moment jemi duke trajnu me një trajtim të përpikt çdo gjymtyr të trupit në mënyrë që të pastrohet në mënyrë sa më të mirë dhe në iftar të kena një agjerim sa më të plot, që të marrim piket maksimale të agjerimit të asaj dite. Dhe kështu vazhdon çdo ditë. Domthonë si një ditë çdo ditë deri në natën e Bajramit, ku është edhe pjesa finale kur e kanë thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se kur është shpërblimi, thot pejgamberi islam se çdo punëtor fitesën e ka në fund të ditës që vepron, kështu që edhe për agjerim në fund të muajit të Ramazanit do keni edhe shpërblimin për atë që agjeroni. Dhe këtë trajnim, duke e trajtu në mënyrë të përpikt, trajnim një mujor, duhet të ndryshoj në veten tonë që njeriu të përfitoj maksimumin e asaj që ka dashur Allahu Azza wa Jall, që pas një muaji të vazhdojmë me ato cilësitë e mira, me ato tiparet e mira, me atë ego të përmirësuar, domthonë duke thyer me në mallësi, duke lënë veset e këqija, dhe duke qenë sa më të pastër para Allahut Azza wa Jall. Me qenë se edhe arrit drejt e nata e Bajramit, ku ky trajnim që e përmend ju që njerëzit domethënë kanë më tepër një vetë frenim ndaj urdhave të Zotit xhaleshanuhu, natyrisht që me këtë forcë që kanë gjatë këtij muaji të largohen nga haja, pija, ushqimi, nga veset e këqija, por duhet të gjejnë forcën edhe jashtë muajit të Ramazanit duke dashur që të respektojnë urdhat dhe ndalesat e Allahut, si në radhë e parë si një qenje njerëzore vetme ndaj vetes së tyre, ndaj familjes, ndaj komshive, ndaj të afërmve, ndaj rrethit ku jetojnë, natyrisht që kishin pas dëshirë që të marrim edhe disa këshilla se si ta përmirësojnë veten me këtë forcë që e kenë në muajin e Ramazanit që të ndalohen nga ushqimi, haja, pija, por dhe gjatë muajve të tjerë të largohemi nga ndalesat e Allahut xhaleshanuhu, duke bërë një njeri më i mirë pas muajit të begatë të Ramazanit, në vepra, në sjellje, por dhe në komunikim me njerëzit. Ashtu siç e cek edhe vetë, domthonë Allahu Azza wa Jall bën trajnimin e njeriu, domthonë e trajton në mënyrë të tillë me rregullat që i vën vetë Allahu Azza wa Jall. Edhe don që këta rregulla me vazhdu edhe pas muajit të Ramazanit. Dhe ajo që ai në shumë rëndësi, domthonë Allahu Azza wa Jall këtyre momenteve gjatë muajit të Ramazanit është jo vetëm çështja e individit, por çështja e familjes dhe shoqënisë. Në adimin hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu Azza wa Jall thotë se ato të cilët janë të larguar nga mëshira e Zotit, por të njëjtën kohë nuk pranohet as pendimi prej tyre, tobeja, është as lutja prej tyre, domthonë janë ata të cilët pusin lidhjet parafisnore dhe nuk janë mirë me familjet e tyre. Allahu Azza wa Jall në periudhën e muajit Ramazan i trajton të dy çështje, çështjen e familjes dhe afërsia me të afërmit, duke na bën obligim shtrimin e iftareve, por duke na bën obligim edhe rregullin brenda familjes. Duke i dhënë mundësi edhe atij më të voglit që të shërbej, edhe atij më plakut, edhe aty në cilët janë domthonë në vitet më të mira që shërbejnë për shtrimin e iftarit e këto,
që gjithë të kontribuojnë nga pak, sikur po na thot Allahu Azza wa Jall, ndamja e përgjegjësive brenda një familje dhe biseda për çdo gjë, të cilët domthonë është delikate në atë familje, bën që ajo familje të përmirësohet dhe të shkojë nga më e mira. Pra, sikur po na thot Allahu Azza wa Jall, nuk mjafton uria juaj ose etja juaj brenda një ditë, nëse nuk i nepni vetit mundësinë që iftarin të hani bashk, të dani të mirën dhe të ligen bashk. Dhe këtë trajtim bën që njeriu të jetë më i vetëdijshëm për familjen e vet. E kur je mirë me familjen e vet, duhet të jesh mirë edhe me të afërmit tuaj, duhet të jesh mirë edhe për rrjedhin më të gjatë, edhe për shoqërinë. Dhe kështu Allahu Azza wa Jalla kalon nga individi në një shoqëri më ngushtë tek një shoqëri më e lartë dhe tek gjithë bota në përgjithësi. Pra na jena energji të një kohë të caktuar në këtë botë, kanë kënë tjera para nesh, na e vazhdojmë atë karavan deri diku, edhe ne do largohemi, vinë tjerë pas nesh. Por kjo botë, domethënë, nuk është veç për ne, por për ata që ishin para nesh dhe ata që dojnë marrë mas nesh. E jona është që mos të prishim mirëmbajtjen e rregullit të kësaj gjësie të cilën e ka kriju Allahu Azza wa Jall, por ta vazhdojmë ashtu siç Zoti den mas miri, se neve na këshillon Allahu Azza wa Jall me rastet të pejgamberëve të mëhershëm për popujt të cilët kanë bërë zullum tokë, dhe çfarë thot Allahu Azza wa Jall? I ka dënuar Allahu Azza wa Jall pse? Kanë prish rendin botnor. Kanë prish rregullin e Allahut Azza wa Jall. Me rregullat të cilët ata kanë dashur me vënë kundër vullnetit të Allahut Azza wa Jall. E nëse dalim kundër asaj që Zoti na ka urdhëruar, atëherë fitojmë hidhrimin e Allahut Azza wa Jall. Nëse vazhdojmë atë që Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar, atëherë jena për të mirën tonë, për të mirën e familjes tonë, për të mirën e shoqënisë, për të mirën e marrëvajtjes gjithësisë, dhe kështu është domthonë mirë për ne në këtë botë dhe në botën tjetër, ashtu siç edhe e kërkon Allahu Azza wa Jall. Meqense folme për këto këshillat e bukura të cilat ne duhet t'i vazhdojmë dhe shumica e besimtarëve, siç e cekët edhe ju, ndoshta edhe ankohen për punën e mospranimit të lutjeve dhe duave e cekë që një çelësi i tillë është edhe lidhjet e cilat ato i kanë me të afërmit e tyre, duke dashur që jeta e tyre të rregullohet në mënyrën më të mirë. Ata në radhë të parë duhet të rregullojnë marrëdhëniet me veten e tyre, me familjet e tyre, me kumshit dhe me farefisin e tyre, duke qenë se ky muaj i begat i Ramazanit është edhe si një mirësi për ne që ne të rinovojmë dhe të rifreskojmë njohurinë tonë, ashtu si Zoti xhaleshano siç ka dërguar pejgamber që na të na sjellin të na rinovojnë neve me njohuri të reja. Muaj i Ramazanit neve na rinovojnë, duke ditur se çdo vit kena muaj të Ramazanit, por çdo vit kalon në mënyrën më të ndryshme, në një mënyrë ku ne dëshirojmë që të kalojë një Ramazan sa më i bukur që kemi jetuar në jetën tonë se sa Ramazani që ka kaluar. Patjetër, familja është shumë e rëndësishme. Është boshti i asaj, domthonë që na ka thënë, kur e kanë pyetur pejgamberin islam se cili është njeriu më i mirë, ka thënë ai i cili është i mirë me familjen e vet. Por jeshtë kësaj, bashkëshortët e pejgamberit alayhis salam kallëzojnë edhe një thënie profetike, kur pejgamberi islam thotë se aqe me ka fol Allahu Azza wa Jall për rrjedhin që për kujshit, domethënë për palefisin, sa që kam pas frikë se mos bëhen edhe trashëgimtar në pasuri. Domethënë aqe më ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall që të jam i kujdesshëm edhe ndaj tyre. Edhe këtë çështje domthonë e parefisit të rrjedhit më gjan, Allahu Azza wa Jall e trajton domthonë nëpërmjet agjerimit, nëpërmjet iftareve, që të jemi të butë, që domthonë njeriu jeton domthonë me të mirën dhe të keqen në një ditë, ku mund të jetë edhe me sfida domthonë të ndryshme, gjatë kohës kur jetë i agjerueshëm, thot falyekul inni saimun. Nëse dikush të sulmon, ti thuaj un jam agjerueshëm. Sikur po thot Allahu Azza wa Jall, mundoju edhe pas agjerimit një vestë të tillë, domthonë të mirë, ta mash me vete, domthonë se në atë mënyrë domthonë ke rujt veten nga konflikti, nga një mosmarrëveshje, e trajton veten me raste të tilla çdo ditë. Thot më mjafton Allahu Azza wa Jall për raste të tilla. Duke u trajtuar i tillë, e thënë e gonë, bëjë ma i butë, bëjë ma i qitë, ma produktiv për veten, për familjen, për shoqërinë, për gjithë përgjithësi.
kryetari i nderuar, me qenë se edhe minutave po i ofrohet fundit e emisionit tonë, kishim pas dëshirë që për këtë vit në këtë muaj të begat Ramazanit të ndani një porosi, një mesazh me ndjekësit tonë, duke mos e kufizuar porosin vetëm në muajin e begat Ramazanit, por deri në gjithë vitin. Allahu Azza wa Jalla është falës dhe don faljen. Ajo që është primare për një besimtar gjatë muajit të Ramazanit, besoj që gjatë këtij trajtimi 30 ditor, ose një muaj të plot, pa ma parasysh është 29 apo 30, si t'i bin, por kryesorja gjatë muajit të Ramazanit, njeriu duhet me dalë me përfitimin në fund të muajit. Dhe ajo që do e jep këshill vetit, atëherë edhe të gjithëve pas vetes, është që ky agjerim maraton një mujor të shërbej për thyrjen e egos mrena vetes, që Zoti ti kënaqur me ne, na të jena në gjendje me fal dike. Allahu e don faljen, për atë falni ju që Allahu t'ju fal. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, përderisa Allahu Azza wa Jalla don një gjë tillë, na në ditën e Bajramit duhet të dalim me këtë përfundim, të jena në gjendje me fal dike. Duke ditë se jena rob Zotit, njerëz të cilët gabojmë, jo mi peshu fort gabimet e tjerëve, por mi da përgjegjësitë. Edhe më i miri është ai i cili falen, sesa ai i cili është i falur. Atë duhet shpejtojmë që na të jena falësi, e jo të presim që dikush na falen neve. Kjo është e porosia nashta ma kyçe që kërkohet për çdo besimtarit. Allahu ju shpërblet për këtë mirësi, për këtë fjalë të cilët i ndat në frekuencat e radios Fatih. Faleminderit që morët pjesë në këtë emision Bisedat e Ramazanit në frekuencat e radios Fatih, ku të nderuar dëgjues, kishim kënaqësinë të jetë sot me ne në emisionin Bisedat e Ramazanit kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Maltezi, Isa Efendi Aloshi, dhe me ju isha unë Enis Hoxha, si çdo vit. Ju lëm në amanetin Allahu xhaleshanuhu duat e pranuara dhe deri në ndëgjimin e radhës që lëm në shoqërinë e frekuencave të radios Fatih, dhe mos ta harrojmë, ky emision është prodhimi i radios Fatih për vitin 2026.